Dhurata jote e vërtet nuk qëndron në të qenit gjithmonë e disponueshme, por në të qenit autentike. Sot dua të hap një derë që pak guxojnë ta shtyjnë. Do të udhëheq hap pas hapi përmes 3 lëvizjeve të qarta që e bëjnë atë të mos mundet të rezistojë që zgjojnë tek ai nevojën për të kërkuar, për të dëgjuar dhe për të pasur në jetën e tij, në një mënyrë që ndoshta nuk e ke imagjinuar kurrë. Dhe para se të mendosh, vajz, i kam provuar të gjitha, asgjë nuk funksionon, më lër të ndal pak. Ajo që do të zbulosh këtu nuk gjendet as në revistat e modës, as në ato udhëzues që në fund të bëjnë të ndihesh vetëm fajtore, sikur të ishe ti ajo që dështoi. Ky mesazh është i dedikuar për ty, për një grua që ka jetuar mjaftueshëm për të ditur çfarë do dhe çfarë jo. Nëse je midis 45 dhe 60 vjeç, duhet të ndjesh se këto fjalë mbajnë emrin tënd. Sepse unë e di çfarë do të thotë të shikosh përreth dhe të ndjesh se burrat në moshën tonë janë bërë, si ta them me mirësjellje, specialistë të arratisjes emocionale, mjeshtër të zbrazëtisë, pothuajse si statuja mermeri, të paftë të hapin zemrën e tyre. Dhe nëse je më e re, qëndro këtu, sepse ajo që do të dëgjosh tani janë të vërteta që shumë i zbulojnë tepër vonë, ndonjëherë pas viteve të humbura në marrëdhënie që kur nuk u bën me të vërtetë për ta. Para se të hym në sekretet, kam një kërkesë të vogël por vendimtare. Nëse ajo që them prek diçka brenda teje, nëse ndjen se këto janë pikërisht fjalët që kishe nevojë sot, atëherë merr një moment. Pëlqeje këtë video, abonohu, aktivizo zile. Bëje tani, sepse ajo që ndaj këtu nuk gjendet askund tjetër. Dhe mbi të gjitha, ndaj këtë mesazh me një mike që gjithmonë pshertin, sepse askush nuk interesohet më për të. Me motrën tënde që tregohet e fortë nga jashtë, por ndjehet vetëm nga brenda. Apo me kushërirën tënde që ka pushuar së besuari në dashuri. Mos prit më vonë, do ta harrosh dhe ato mund të humbasin rastin të dëgjojnë diçka që mund të lëviz jetën e tyre. Dhe tani dëgjo me vëmendje, sepse ajo që vjen është vendimtare. Nëse qëndron deri në fund, nuk do të njohësh vetëm këto 3 hapa. Ekziston edhe një sekret i 4, i fshehur, që nuk e vendosa me qëllim në titull. Atë e ruaj për gratë që janë vërtet gati të transformohen, të thyejnë modelet dhe të hapen për një mënyrë të re dashurie. Ky sekret i 4 jo vetëm që e bën një burr të telefonoj, por të bën magnet për dëshirën e tij, mendimin që shfaqet përsëri me pasion në kokën e tij dhe më e rëndësishmja, në një mënyrë të shëndetshme. Për më shumë se 20 vjet, si terapist çiftesh dhe këshilltar seksual, kam parë skena që mund të mbushnin një bibliotekë të tërë. Kam parë gra brillante, inteligjente, të sigurta që u përkulën për burra që nuk kishin as madhështinë, as dinjitetin të kalonin, as edhe një minutë pranë tyre. Kam parë mbretëresha të vërteta që hoqën kurorën e tyre vetëm për të lypur disa thërrime vëmendje. Dhe më e dhimbshmja, shumica e atyre burrave nuk kishin asnjë ide për thesarin që kishin përpara. Por kam parë edhe të kundërtën. Gra në dukje të zakonshme, pati pare që bota do t'i quante të jashtëzakonshme, u bën qendra graviteti aq të forta sa që burrat rrotulloheshin rreth tyre si planet tërhequr pareshtur nga dielli i tyre. Dhe jo, nuk po flas për kopertina apo modele, po flas për gra që kishin mësuar një art më të thellë. Artin e të qenit të dëshiruara nga burra që njohin thelbin jo vetëm sipërfaqen. Dhe pikërisht aty, në këtë kontrast, qëndron e vërteta që dua të zbuloj sot. Po flas për gra jeta e të cilave është shkruar në lëkurën e tyre. Stria si harta të rrugëve të tyre, flok gri si fije hëne, sy që ruajnë histori netësh të gjata. Gra me fëmijë, me ish burra në dokumente, me plagë që nuk i fshehin, por i quajnë. Ato nuk janë fantazi, janë prani dhe puls. Çfarë kishin disa prej tyre që të tjerat nuk kishin? Pikërisht këtë do të deshifrojmë tani. Dhe ta them menjëherë, nuk varet nga madhësia e rrobave të tua, as nga numri në kartën tënde të identitetit, as nga gjendja e llogarisë sate bankare dhe as nga bilanci yt i dashurisë. Është diçka më e thellë dhe habitshëm e thjeshtë. Më pak pamje, më shumë puls i brendshëm.
Shkenca na jep një tregues të qartë. Truri mashkullor funksionon sipas një mekanizmi primitive shpërblimi. Kur burrat ndihen se kanë arritur diçka që të tjerët nuk mundën, kur ndjejnë një pushtim, truri i tyre i shpërblen me dopamin që zgjon shtytjen për të përsëritur kërkimin. Nuk është poezi, është kimi që drejton sjelljen. Dhe pikërisht kuptimi i kësaj të jep njohuri praktike. E rëndësishme është, shumë gra pa vetdije e shkatërrojnë këtë fushë pushtimi. Ato ofrojnë gjithçka menjëherë. Vëmendje të vazhdueshme, zgjidhje të menjëhershme, disponueshmëri totale. Plotësojnë dëshirat para se të thuhen. Heqin çdo sekret, çdo mister. Dhe kur nuk mbetet asgjë për të zbuluar, interesi shuhet. Është si të hapësh një kuti dhe të nxjerrësh të gjitha lodrat njëherësh. Shkëlqimi zgjat pak, pastaj vjen indiferenca. 3 hapat që do të tregoj tani fillojnë me pranimin e kësaj harte ashtu siç është. Nuk janë lojra, nuk janë maska. Janë teknika për të rimarrë praninë tënde me dinjitet për t'u bërë përsëri një vend ku dikush dëshiron të kthehet. Nuk them se të gjithë burrat janë njësoj, por ka prirje, modele neuronale dhe evolucionare që përsëriten tek shumë. Kur i njeh ato, mund të lëvizësh më lirshëm. Shndërrimi i kësaj njohurie në praktikë të përditshme të jep fuqi të vërtetë. Tërheq nga qendra jote, pa humbur autenticitetin. Dhe para se të bjerë ndonjë alarm, kjo nuk është manipulim. Ne nuk do të mashtrojmë askënd dhe as nuk do të dukemi artificialisht të ftohta. Është fjala për t'u lidhur me një forcë femërore që ndoshta e ke shtyrë në prapavi. Feminiteti nuk është as gabim e as turp, është një formë energjie, një mënyrë për të folur pa humbur dinjitetin tënd. Na është mësuar e kundërta, se tërheqja është e barabartë me lehtësinë, se shfaqja e dëshirës do të thotë të jesh e llogaritur, se feminiteti është sipërfaqësor. Paragjykime që duhet t'i shpërbëjmë qetësisht. Feminiteti yt ky përzierje butësie dhe force, humori dhe kufish të qartë i përdorur me vetdije është një magnet i sinqert. Ai tërheq pa krijuar varësi, josh pa të humbur vetveten. Nëse aktivizon nga qartësia, burrat me rezonancë të vërtetë jo vetëm që tërhiqen nga ty, por edhe kthehen me interes të sinqert. Kam parë shpesh gra që bashkojnë 2 energji që në shikim të parë duken të kundërta. Janë njëkohësisht far dhe rojtar. Hapën dhe pranojnë, por din edhe kur të mbajnë një derë gjysmë të mbyllur. Kujdesen për një kopsh që nuk i tregon të gjitha lulet menjëherë. Ky ekuilibër fines me kufi zgjon kurreshtjen dhe bën që dikush të dojë të rikthehet vazhdimisht. Është një teknikë e thjeshtë, dozimi i pranisë me sinqeritet, jo taktik. Kjo ndryshon përditshmërinë. Në vend që ti zgjidhësh të gjitha menjëherë, e lë tjetrin të marrë pjesë, të ndjek rrugën e tij, të bëj pushtime të vogla. Jo nga mëshira, por nga dinjiteti. Çdo pushtim i vogël forcon interesin e tij. Çdo hap zgjon ndjenjën e suksesit të tij. Kështu lind interesi aktiv, jo një mision i njëanshëm. Do të jap mjete konkrete për këtë, gjeste, fraza, momente dhe pauza që mund t'i përfshish në jetën tënde të përditshme. Me respekt dhe butësi. Sepse tërheqja nuk do të thotë të marrësh diçka, por të ofrosh një peizazh ku tjetri dëshiron të kthehet gjithmonë me kënaqësi. Në fund, përveç 3 hapave, unë të jap një çelës shtesë, një zbulim të 4 që e rezervoj vetëm për gratë që janë vërtet gati të transformohen. Nuk është një mashtrim, por një mënyrë e re, e qetë dhe e fuqishme për të marrë vendin tënd në dëshirë. Gati për ta kaluar këtë prag. E di që ti do të njohësh 3 hapat dhe jam gati t'i tregoj. Hapi i parë dhe dua ta ngulitësh thellë, sepse është themeli për gjithçka tjetër që vjen. Bëhu gruaja që unë e quaj gruaja e paparashikueshme. Shiko përreth. Atë ka rënë në sy si burrat mund të shohin futboll me orë të tëra, të luajnë videolojra ose të rinë në poker. Pse? Sepse aty asnjë rezultat nuk është i garantuar. Çdo lëvizje hap derën drejt të papriturës. Çdo raund sjell një kthes të re. Kjo pasiguri ndes një zjarr në trurin e tyre, dopamina çlirohet. Substanca që e bën të ndihet gjallë, plot tension, pothuajse i varur nga ajo që nuk mund ta kontrollojë plotësisht.
Tani ktheje vështrimin tek vetja. Pyet veten, a jam e parashikueshme? A i përgjigjem menjëherë çdo mesazhi? A dëm po për çdo ftesë? A reagoj gjithmonë njësoj, sikur skenari im të ishte shkruar tashmë? Nëse përgjigjet e tua janë më tepër po, aty qëndron një pjesë e shpjegimit pse ai nuk ndjen më të njëjtin nxitim për të kërkuar. Të jesh e paparashikueshme nuk do të thotë të jesh kaotike, të luash lojra ekstreme apo të bëhesh dikush tjetër. Është shumë më elegante. Do të thotë të jesh me shumë dimensione. Të kesh jetën tënde, interesa që nuk ndalen, një kalendar që nuk rrotullohet si një satelit vetëm rreth orbitës së tij. Do të thotë ta surprizosh her pas here me një shkëndij me një anë tënden që ai nuk e njihte ende. Do të tregoj një histori. Një grua në Bogot, arkitekte, 52 vjeçe, ishte 3 vjet në një lidhje që e shuhej nga brenda. Partneri i saj e kërkonte vetëm kur kishte nevojë për shoqëri ose seks, kur thjesht për të pyetur, si je? Më mungon. Ajo ndihej e padukshme. I propozoi një ushtrim të thjeshtë, për 2 javë të thyej modelin. Një ditë u përgjigj menjëherë. Të nesërmen e la telefonin për orë të tëra. Një ditë tjetër u shfaq vetëm ditën pasardhëse. Një fundjavë anuloi takimin për të dalë me shoqet. Një herë tjetër u shfaq papritur në derën e tij me verë dhe një buzëqeshje të ndritshme. Rezultati, brenda 7 ditësh ky burr, që e trajtonte si një mobilje, filloi të bëhej i shqetësuar si dikush që frikësohet se mos humbet një thesar që e kishte marrë si të mirëqen. Ai e thërriste më shpesh, i dërgonte lule, kërkonte shpjegime. Pse? Sepse truri i tij primitiv ndjeu rrezik. Ajo nuk ishte më e sigurt, nuk ishte më gjithmonë në dispozicion dhe instinkti i tij i gjuetarit u zgjua. Por më e rëndësishmja nuk ishte reagimi i tij, por transformimi i saj. Ndërsa ajo luante të paparashikueshmen, në të vërtetë po ringjallte pjesë të vetes që i kishte lënë pas dore. U regjistrua në kurse salse, rigjalli miqësi të vjetra, nisi një projekt personal që kishte kohë që rrinte në sirtar. Nuk ishte teatr, por autenticitet. Ajo nuk po luante, por po kujtonte gruan e gjallë, magjepsëse që kishte qenë gjithmonë. Dhe pikërisht këtu qëndron çelësi. E vërteta e paparashikueshmërisë nuk do të thotë maskim apo copëzim. Do të thotë ta shohësh veten si një kaleidoskop, jo si një flet bosh. Të tregosh teksturat e ndryshme të personalitetit tënd, gazmoren dhe të thellën, seriozen dhe lozonjaren, të dashurën dhe krijuesen. Një grua me jetë të pasur, të larmishme bëhet një univers që asnjë burr nuk mund ta përfshijë me një shikim. Sepse po, e kam parë përsëri dhe përsëri, burrat humbasin zjarrin kur gjithçka është shumë lineare, shumë e tejdukshme. Jo nga ligësia ose sipërfaqësia, por sepse truri i tyre ka nevojë për nxitjen e të panjohurës, ndjesinë se gjithmonë ka diçka tjetër për të zbuluar. Mendo sikur dikush të dhuron një libër. Nëse që në faqen e parë e di si përfundon, do ta lëshosh. Por nëse çdo kapitull sjell kthesa, personazhe komplekse dhe peizazhe të reja, ti e përpind dhe të shoqëron gjithë jetën. Pikërisht kjo do të thotë të jesh e paparashikueshme, bëhesh një histori magjepsëse që ai nuk do të dojë ta lërë nga duart. Duhet të jesh ajo libër që askush nuk e lë mbi komodinën pranë shtratit, historia që ai e hap me mall, sepse çdo faqe fsheh një surprizë që e mban zgjuar deri natën vonë. Por ki kujdes, e paparashikueshme nuk do të thotë e luhatshme, e stuhishme apo mbjellëse dramash. Nuk ka të bëjë me manipulimin apo me lëndimin. Ka të bëjë me hapjen e abanikut tënd të brendshëm dhe tregimin se je një grua plot nuanca, që nuk përshtatet në një model të ngurtë, që përjeton emocione të ndryshme sipas ditës, sipas dritës. Nëse zakonisht je gjithmonë e ëmbël dhe shprehëse, lejo vetes ndonjëherë një heshtje enigmatike, një prekje për mbajtjeje. Nëse je serioze dhe e strukturuar, befasoje me një shkëndij lozonjare. Nëse je ajo që organizon gjithçka, lëre atë të marrë iniciativën dhe shiko çfarë bën. Nëse zakonisht pajtohesh gjithmonë, thuaj qartë kur mendon ndryshe. Ideja është e thjeshtë dhe e fuqishme. Ai kur nuk duhet të mund të thotë, e njoh atë tashmë plotësisht, por gjithmonë të ndjej,
Çdo ditë me të është një zbulim i ri dhe të gjitha këto anë janë të vërteta. Dhe këtu shfaqet sigurisht pyetja që të kalon tani në mendje, a nuk rrezikoj të dukem e paqëndrueshme? Dallimi është i madh. Paqëndrueshmëria lind nga kaosi emocional, nga pasiguria, nga humbja e kontrollit mbi ujërat e tua. Paparashikueshmëria përkundrazi lind nga pasuria e brendshme, nga një univers i gjerë brenda teje që meriton të zbulohet copë pas cope. Një grua e paqëndrueshme ngatëron dhe largon, krijon frikë dhe e shtyn tjetrin të kërkojë qetësi diku tjetër. Një grua e paparashikueshme përkundrazi zgjon kurreshtje, ndes pyetje, dhuron atë ndjesi të ëmbël misteri që zgjon dëshirën për të ditur më shumë. Si mund të dallosh në cilën anë je? Vëzhgo. Nëse ai largohet duket i shqetësuar, të thot me një ton të nervozuar se nuk të kupton, atëherë ndoshta po dërgon kaos. Por nëse ai ndjehet më afër teje, interesi i tij rritet, buzëqesh dhe të quan magjepsëse, atëherë je në rrugën e duhur. Qëllimi kur nuk është ta çmendësh apo ta ndëshkosh me konfuzion. Qëllimi është ta mbash të gjallë flakën e kurreshtjes. Ajo që në fillim të çdo marrëdhënieje rreh fort dhe shuhet sapo bëhemi shumë të parashikueshme. Shumë gra e kanë frikë këtë lojë, sepse mendojnë se kështu humbasin kontrollin. Mendojnë, nëse nuk përgjigjem gjithmonë menjëherë, nëse nuk jam vazhdimisht e disponueshme, ai thjesht do të shkojë tek një tjetër. Lëre të them nga përvoja, një burr që zhduket sepse ti nuk e shërben ditë e natë, nuk është një humbje por një lehtësim. Ky burr nuk kërkon partnere, por nën. Dikë që lan emocionet e tij dhe vendos rregull në kaosin e tij, pa sjell vetë asgjë. Një burr i rritur, i vetëdijshëm, që dëshiron një grua në gjithë plotësinë e saj, nuk do të ikë sepse je e pavarur. Përkundrazi, ai do ta nderojë. Ai do të shijojë kompleksitetin tënd, aftësinë tënde për ta habitur, për ta nxjerrë nga e dukshmja. Ata që ikin nga gruaja e paparashikueshme janë shpesh të pasigurt. Burra që duan të kontrollojnë gjithçka sepse nuk guxojnë të rriten. Ata duan një figurë që i përkujdes, jo një shoqe që i sfidon dhe i frymëzon. Dhe këtu të pyes sinqerisht, a do me të vërtet një burr të tillë në jetën tënde? Tani vjen diçka thelbësore. Do të tregoj strategji konkrete, praktike, me të cilat mund ta përdorësh paparashikueshmërinë në mënyrë inteligjente dhe autentike. Që ajo të bëhet një farë për marrëdhënien tuaj e jo një stuj që e shkatëron atë. Ideja e parë kyçe dhe më beso, është më e rëndësishmja që ndron në ndërtimin e një universi tëndin. Një jetë aq e pasur dhe e gjallë, sa të mos ketë nevojë për askën tjetër që të ketë kuptim. Nuk mund të jesh e paparashikueshme nëse çdo rrahje zemre e ditës tënde sillet vetëm rreth ti. Një grua magjepsëse është si një konstelacion yjesh shumë yje, secili me dritën e vet. Projektet e tua, qëllimet e tua personale, miqësitë, pasionet, të gjitha këto formojnë një qiell që e tërheq, pikërisht sepse nuk i përket atij. I kujton atij se bota jote është më e madhe se e tija. Do të ketë ditë kur karriera jote, arti yt, sporti yt apo edhe heshtja jote do të kenë përparësi. Momente kur sytë e tu ndriçojnë nga gëzimi për një përvojë që ke përjetuar vetëm ose me dikë tjetër dhe kur e ndan atë, ai ndihet i ftuar të eksplorojë një territor që nuk e kontrollon. Pikërisht ky është thesari për ta mbajtur gjallë tërheqjen, që ti nuk je e parashikueshme, sepse jeta jote është shumë e madhe për t'u futur në një formë të vetme. Strategjia e dytë është më e hollë, por po aq e fortë, ndrysho modelet e tua të komunikimit. Mendo për mesazhet e tua si çelësa të vegjël, secili hap një emocion tjetër. Përgjigjesh gjithmonë menjëherë, jepi vetes lirinë të presësh, të marrësh kohë jo si lojë, por sepse jeta jote ka gjithashtu pushime dhe prioritete. Shkruan zakonisht paragraf të gjatë, provoje me një rresht të shkurtër e vezullues që e bën të pyes më shumë. Je gjithmonë ti ajo që nis çdo bisedë, lëre ndonjëherë atij. Bëje të ndjej se dëshiron të kërkojë. Dhe nëse bisedat tuaja sillen gjithmonë rreth të njëjtave tema, guxo të hapësh dritare të reja. Trego për një pasion të fshehur, për një libër që të ka prekur, për një ëndër të çuditshme, për një plan që të ngazëllen.
Çdo ndryshim është si një dritare e re në një shtëpi pa pritur hyn dritë tjetër, frynëherë tjetër dhe ai kupton se ende nuk I ka parë të gjitha dhomat e tua. Magjia qëndron këtu, nuk ke pse shpik asgjë artificiale. Mjafton të tregosh të gjitha anët e tua, madje edhe ato që ke heshtur deri tani. Sepse paparashikueshmëria nuk do të thotë maskim, por të jesh në lëvizje autentike, si një lumë që kur nuk rrjedh dy herë njësoj dhe megjithatë mbetet gjithmonë I njëjti lumë. Strategjia e tretë, dhe dua ta marrësh me gjithë seriozitetin, është: guxo të tregosh të gjitha fytyrat e tua, ato që banojnë brenda teje dhe ndonjëherë zhduken nën zakonin. Ne gratë jemi univers të mbushura me kontraste. Jemi butësi dhe zjarr, disiplinë dhe lojë, heshtje dhe të qeshura të forta. Gabimi më I shpesh është të reduktojmë veten në një version të vetëm atë që duket I sigurt, që besojmë se ai pret. Si të ishte një pikturë me mijëra ngjyra që gjithmonë pikturohet me të njëjtin ton. Burrat ata që vërtet bien në dashuri me një grua të plotë nuk ma gjepsen nga përsëritja, por nga pamundësia për të kategorizuar. Lëre ta përjetoj ty të ndritshme e të thellë kur flisni për jetën, guximtare e sensuale në intimitet, mbrojtëse me fëmijët e tu apo në shoqërinë e të tjerëve, aventuriere me plane të reja dhe e brish kur ke nevojë për mbështetje. Mos u frikëso nga kundërshtit, ato nuk janë shenjë dobësie, por e gjallërisë. Mendo për gratë më magjepsëse të historisë, ato kur nuk kanë qenë lineare. Mund të ishin në të njëjtën ditë një streh e butë dhe një stu I plot forcë. Mund të ecnin të pavarura dhe njëkohësisht të hapnin hapësirë për të kërkuar ndihmë. Kishin guximin për të dëshiruar dhe për ulësinë për të mësuar. Pikërisht kjo paradoksalitet magjeps, sepse në një trup të vetëm banojnë shumë jetë. Dhe këtu ndodh diçka e bukur. Kur klientët e mia fillojnë të praktikojnë këtë paparashikueshmëri të vërtetë, ato jo vetëm që shohin se si ndryshon shikimi I burrave ndaj tyre, por fillojnë edhe të shohin ndryshe veten. Ato takojnë sërish anë që I kishin lënë të flinin në një qoshe. Ringjallin pasione, hobi, ndjeshmëri që dikur I kishin braktisur dhe tregojnë për to me sy që shkëlqejnë. Më duket se jam më e gjallë, thonë ato. Sepse e vërteta është, monotonin nuk e shuan vetëm flakën në marrëdhënie, por edhe tënden. Nëse jeta jote bëhet një skenar I përsëritur që sillet vetëm rreth kënaqjes së dikujt tjetër, ti bëhesh e parashikueshme edhe për veten. Por kur fillon të rikthesh këto pjesë të harruara, kur u jep sërish hapësirë të gjitha zërave të tu të brendshëm, atëherë ndodh transformimi. Bëhesh më tërheqëse, por mbi të gjitha bëhesh më tërheqëse për veten tënde. Dhe kjo vetbesim, kjo plotësi e brendshme ndihet që nga kilometra larg. Është si një parfum I padukshëm. Burrat e ndjejnë pa thënë ti as edhe një fjalë. Më lër të bëj një pyetje ndoshta të pakëndshme, por çliruese. Kur e ke habitur për herë të fundit veten, jo atë veten. A kujton momentin kur bëre diçka që nuk e kishe provuar kur më parë? Diçka që të nxori jashtë përditshmërisë dhe të dha ndjesinë se je vërtet gjallë? Nëse duhet të mendosh gjatë, kjo mund të jetë arsyeja pse sot nuk ngjall një magjepsje të madhe. Sepse nëse jeta jote ka shijen e rutinës, si mund të ketë shijen e aventurës për dikë tjetër? Lajmi I mirë, e gjithë kjo mund të zgjohet. Ajo grua e paparashikueshme, shumë dimensionale, që mund ta rishpik veten përsëri, gjendet tashmë brenda teje. Ndoshta ajo thjesht ka fjetur dhe ka pritur këtë thirrje. Hapi I parë është t'i japësh zë përsëri. Tani vim te hapi I dytë, po aq I fuqishëm dhe I menduar si plotësimi I të parit. Unë e quaj krijimin e vlerës së unikitetit emocional. Dhe ndoshta kjo është ideja më revolucionare që do të dëgjosh sot për lidhjen me një burr. Mendo pak, të gjithë kemi njerëz që I kërkojmë në momente shumë të veçanta. Ajo mike që ka këshillën e saktë kur ke më shumë nevojë. Ai antar I familjes që të bën të qeshësh edhe në ditët më gri. Apo ajo kolege që gjithmonë gjen fjalët për të motivuar përsëri. Ata nuk janë të përsosur, por të japin diçka që askush tjetër nuk mund të japë në të njëjtën mënyrë. Pikërisht këtë e quaj vlerë të unikitetit emocional.
dhe në fushën e dashurisë vlen e njëjta gjë edhe pse shumë gra nuk e shohin. Shumë besojnë se sekreti që një burr të qëndrojë ose të kërkojë intensivisht është të bëhesh një përmbledhje e përsosmërisë, kuzhinierja më e mirë, e dashura më pasionante, më e kuptueshmja, më e bukura, më e organizuara, sikur marrëdhënia të ishte një garë e pafundme për medalje të padukshme. Dhe në fund ato lodhen, shpirti i tyre gërryhet nga përpjekja për të qenë gjithçka për të. Tragjikja është, ato shpërfillin të dukshmen. Nuk bëhet fjalë të jesh e përsosur në gjithçka, por të jesh e pasvendësueshme në një gjë të vetme. Kjo gjë që ngulitet si një vulë emocionale që nuk ekziston askund tjetër. Më beso, e kam parë përsëri në praktikën time. Burrat nuk kërkojnë gruan perfekte, perfeksioni nuk ekziston dhe thellë brenda nuk është as tërheqës. Ajo që kërkojnë, ajo që i lidh pa zinxhir, është gruaja që zgjon tek ata një ndjenjë unike, një emocion që askush tjetër nuk mund ta prejë. Ndoshta je e vetmja që e bën të qesh aq shumë sa t'i dhem barku, ose ajo që e ngre kur është për tokë, ajo që i jep qetësi në mes të kaosit, ose ajo që e sfidon mendërisht dhe e detyron të rritet. Ndoshta je ajo që zgjon aventurierin brenda ti, ose ajo që e bën të ndihet i fortë, mbrojtës, thellësisht mashkullor. Çelësi nuk është të mbledhësh shumë cilësi të shpërndara, por të zbulosh superfuqinë tënde emocionale dhe ta ushqesh në mënyrë që të ndriçojë. Më kujtohet një kliente që më la shumë mbres. Ajo ishte një grua e jashtëzakonshme, mjek e brillante, e bukur, jashtëzakonisht e organizuar, mikepritëse perfekte, gjithmonë e rregullt, gjithmonë me buzëqeshje të përsosur. Në letër, gruaja e ëndrave. E megjithatë, pas 2 vitesh, i dashuri i saj dukej gjithnjë e më i largët, i mërzitur, sikur të jetonte pranë saj me autopilot. Kur analizuam situatën e saj, menjëherë u bë e qartë. Ajo ishte e mirë në gjithçka, por e paharrueshme në asgjë. Perfektisht e parashikueshme. Ai e dinte saktësisht se si do të reagonte ajo në çdo situatë. Gjithmonë me humor të mirë, gjithmonë me ushqim gati, gjithmonë e përsosur, gjithmonë mirë kuptuese. Dhe paradoksalisht kjo qëndrueshmëri e mpinte atë. I bëra një pyetje që e la gjatë në heshtje. Nëse nesër do të zhdukesh nga jeta e tij, çfarë do t'i mungonte më shumë tek ti? Dhe mos thuaj gjithçka. Thuaj një gjë konkrete, diçka që askush tjetër nuk mund t'ia japë. Ajo uli syt dhe nuk dinte përgjigje. Aty ishte nyja. Filluam të punonim dhe zbuluam thesarin e saj të fshehur. Ajo kishte një talent të jashtëzakonshëm për të ndryshuar perspektivën e njerëzve. Mund t'i ndriçonte problemet me shpresë, të tregonte mundësi në mes të stuhisë. Ishte diçka natyrale për të pa mundim, por ajo e kishte varrosur nën obsesionin për të qenë e dashura perfekte. Në vend që ta shoqëronte me dritën e saj, kishte marrë rolin e shërbëtores emocionale që i zgjidhte gjithçka. Ajo e mbante të rehatuar, por pa rritje. I propozoi një ndryshim të vogël, por të fuqishëm. Herën tjetër kur ai të vinte i lodhur nga puna, të mos ia vinte menjëherë ushimin. Në vend të kësaj të ulej pranë tij, të merrte frymë me të dhe nga ajo qetësi ta shoqëronte me pyetje dhe perspektiva që vetëm ajo mund t'i jepte. Efekti ishte pothuajse i menjëhershëm. Brenda disa javësh ai filloi ta kërkonte për një arsye të re, jo nga komoditeti, jo nga rutina, por sepse pranë saj gjente qartësi. Ajo u bë burimi i vizionit të tij, e vetmja që mund të vendoste rregull në stuhitë e tij të brendshme. Ajo nuk ishte më perfekte në 1000 gjëra, ishte unike në një. Dhe kjo mjaftoi që të bëhej e pasvendësueshme. Dhe këtu qëndron thelbi. Kur një burr e lidh praninë tënde me një emocion që nuk e gjen askund tjetër, ai të kërkon vetvetiu. Nuk ke nevojë ta lutesh, ta ndjekësh, të bësh teatër. Instinkti i tij e sjell përsëri tek ti, sepse ti je ajo hapësirë e pasvendësueshme në botën e tij emocionale. Por dëgjo me kujdes, kjo nuk do të thotë që ti duhet të jesh terapistja e tij falas, trajnerja e tij e papaguar apo një pateric emocionale nga e cila ai varet. Vlera jote unike duhet të jetë një dhuratë që lind nga autenticiteti yt, jo një barë që të ras kapit.
Vendimtare është ta njohësh këtë thesar brenda vetes dhe ta përdorësh me vetdije, jo si mask, por si një zgjerim natyral i asaj që je. Ky është çelësiu yt sekret për të krijuar një lidhje emocionale aq unike, saqë ai nuk mund ta gjejë askund tjetër. Kam parë mrekulli tek klientët e mia. Disa janë shkëndijat që zgjojnë anën krijuese të partnerëve të tyre. Të tjera i ftojnë të dalin nga zona e rehatisë, të provojnë gjëra të reja që vetëm nuk do të guxonin kurrë. Të tjera i ndihmojnë të përqafojnë ndjeshmërinë e tyre, të ndihen të sigurt në brishtësinë e tyre. Disa i bëjnë të qeshin derisa bara e ditës të harrohet, dhe disa janë si një far në stuhi, i qetësojnë, i frymëzojnë, u japin drejtim. Secila rrezaton dritën e saj me një superfuqi emocionale të dallueshme. Sekreti nuk është të duash të jesh gjithçka menjëherë. Kjo të lodh. Sekreti është të njohësh dhe të forcosh shkëlqimin tënd. Për këtë duhet së pari të njohësh vërtet vetveten, të perceptosh sinjalet e jetës sate. Pyet e veten, çfarë vlerësojnë njerëzit më shumë tek unë? Çfarë theksojnë miqtë dhe familja ime gjithmonë? Cili talent rrjedh aq natyrshëm nga unë sa nuk kërkon përpjekje? Nëse edhe në momentet e errëta i bën të tjerët të qeshin, atëherë magjia jote është pikërisht aty, në lehtësinë që shpërndan peshën. Nëse dhuntia jote është urtësia, hap dyrë drejt perspektivave të reja. Nëse zemra jote rre për aventurë, ti je ajo që jep guxim, që kujton, atje jashtë ka ende botë për t'u zbuluar. Por mbaje mend, vlera jote emocionale nuk duhet të vijë kurrë nga vetflijimi. Nuk je këtu për të qenë psikologjia falas, as nën e maskuar si partnere, as bartëse e barës së një jete të huaj. Dhuntia jote nuk është shërbim shpërndarjeje. Ajo duhet të ushqejë edhe ty. Nëse nuk të plotëson, nëse është vetëm detyrim, atëherë nuk është dhunti por zinxhir. E bukura është, kur një grua lidhet përsëri me dhuntinë e saj, diçka ndizet brenda saj. Nuk ndryshojnë vetëm marrëdhëniet e saj, por edhe marrëdhënia me veten. Ajo ndjen përsëri kuptim, njeh se ajo që mban është e madhe një dhuratë për botën. Dhe më beso, burrat e ndjejnë këtë. Jo sepse ti e shpjegon, por sepse ti e rrezaton. Është energji magnetike. Bollku shihet nga larg. Si ta zbulosh atëherë vlerën tënde emocionale, nëse ende nuk e ke të qartë? 4 ushtrime mund të hapin syt. Së pari, vëre komplimentet që merr më shpesh, jo ato sipërfaqësore për pamjen, por ato të thella. Me ty gjithmonë qesh, më frymëzon, pranë teje ndihem i qetë. Aty janë shenjat. Së dyti, mendo për marrëdhëniet e kaluara. Kur je ndjer më e vërejtur, e vlerësuar, e pranuar, çfarë ke dhënë në ato momente, aty gjendet thesari yt. Së treti, një hapësirat dhe njerëzit pranë të cilëve lulëzon vetvetiu. Kur motivon, shoqëron, lejon të ëndërrojnë, dhuron buzëqeshje, ajo është fusha jote. Së katërti, shiko për çfarë të tjerët gjithmonë të kërkojnë këshilla. Jeti qetësia e tyre, shkëndija e tyre krijuese, ajo që me një fjalë vendos problemet në perspektivë, pikërisht aty shfaqet vlera jote. Nëse e ke njohur, kultivoje me qëllim. Nëse dhurata jote është humori, ushqeje. Luaj, stërvit shpirtin tënd, shikoje jetën lehtë. Nëse dhurata jote është frymëzimi, rritu, mëso, lexo që gjithmonë të mund të japësh shkëndija të reja. Nëse The Sorry YT është aventura, atëherë dil jashtë, eksploro të reja për ta ndarë këtë energji. Dhe tani një pikë vendimtare që shumë e anashkalojnë. Vlera jote emocionale nuk duhet të jetë si uji i rubinetit, gjithmonë i disponueshëm. Është më tepër si një parfum i çmuar në dozën e duhur për të lënë përshtypje. Nëse je frymëzuese, mos mbaj fjalime pa fund. Nëse je gazmore, mos u bëj gjithmonë klon. Nëse je e qetë, mos u bëj anestezi e përhershme e frikërave të tij. Magjia qëndron në mas, në artin e momentit të duhur. Dhurata jote funksionon kur e jep atëherë kur del vërtet nga brenda teje, kur atij i duhet me të vërtet dhe kur e ndal me elegancë sapo ai e sheh si të mirëqen. Burrat vlerësojnë më shumë atë që mund ta humbasin. E jashtëzakonshmja humb vlerën e saj kur bëhet rutinë.
Këtu hapet një fushë interesante, dallimi midis dhënies nga bollku dhe dhënies nga mungesa. Kur jep nga bollku, e bën sepse je e mbushur plot, sepse ka gëzim. Kjo energji është e lirë, magnetike, e parezistueshme. Kur jep nga mungesa, e bën nga frika, pasiguria, nevoja. Dhe edhe nëse ai nuk e thot me fjalë, ai e ndjen. Tingëllon e rënd, kërkuese, ngjitse. Prandaj, para se të bëhesh porti i tij i vetëm emocional, bëhu më parë për veten tënde. Mbushu me pasionet e tua, talentet e tua, miqësitë e tua, kuptimin tënd. Vetëm kështu nuk jep nga nevoja, por nga teprica. Dhe pikërisht kjo tërheq më shumë. Gruaja që nuk ka nevojë për asgjë për të qenë e lumtur dhe pikërisht për këtë arsye zgjedh lirisht të ndajë esencën e saj. Neuroshkenca e konfirmon. Lidhja mashkullore nuk lind nga përsosmëria ose disponueshmëria e vazhdueshme, por nga përvoja të përsëritura emocionale që lën gjurmë të thella. Si një këngë që menjëherë të kthen në një kujtim, si një aromë që të çon prapa në një moment të caktuar. Përsëritja krijon rrugë automatike, dhe kështu truri i tij e kthen vazhdimisht tek tipa që nevoja të vraposh pas tij. Prandaj është vendimtare. Je e qëndrueshme, por jo konstante. E qëndrueshme do të thotë, kur jep, atëherë vërtet nga zemra me cilësi. Konstante do të thotë, gjithmonë, kudo. Dhe gjithçka që është gjithmonë e pranishme, humb magjinë e saj. Dhe pak e nga pak kështu do të bëhesh strehimi i tij, pa mundur ai ta shpreh me fjalë. Por nëse ja jep këtë qetësi sa herë që ai tregon shenjën më të vogël të stresit, pushon së qeni dhurat bëhet pritshmëri, detyrim, diçka e parashikueshme. Dhe e parashikueshmja humb magjinë e saj. Sekreti qëndron në ekuilibër, gjithmonë dhuro cilësi, por zgjidh me vetdije kurthësi. Dhe këtu ndodh gjëja më e bukur. Kur klientët e mia e zbatojnë këtë parim, ndodh diçka magjike. Nuk ndryshon vetëm mënyra si i shohin burrat, por edhe si e shohin ato veten e tyre. Ato zbulojnë sërish dhurata që mendonin se i kishin harruar. E kuptojnë se vlera e tyre nuk varet nga miratimi i jashtëm, jo nga të qenit perfekte në gjithçka, por nga të qenit të jashtëzakonshme në atë që u vjen natyrshëm. Kjo çliron. Çliron nga presioni për të qenë gjithçka për të gjithë dhe lejon të ushqejnë pikat e tyre të forta të vërteta, në vend që të lodhen me pritjet e huaja. U jep një identitet të qartë, të fuqishëm. Kur një burr të kërkon sepse njeh pikërisht këtë dhuratë tek ti diçka që askush tjetër nuk mund t'ia jap, atëherë ai të kërkon për veten tënde, jo për rolin që mendoje se ai priste. Dhe më beso, ky ndryshim e transformon plotësisht energjinë e një marrëdhënieje. Para se të kalojmë në hapin e tretë, ndalu dhe pyet veten, cila mund të jetë vlera jote emocionale unike? Çfarë është ajo që ke për të dhënë, që e tërheq atë vazhdimisht mbrapsht? Mos ushtroni presion mbi veten për të pasur menjëherë një përgjigje. Shpesh dhurata jon është aq afër sa na duket e vetkuptueshme. Por kur pyet njerëzit që të njohin vërtet, shfaqen modele, shkëndija të vogla të esencës tënde, që ndoshta nuk i ke njohur kurrë. Tani pra në hapin e tretë që lidh gjithçka që ke mësuar dhe e bën një strategji të plotë, të parezistueshme. E quaj, mjeshtëruar artin e tërheqjes strategjike. Dhe më beso, kjo është aftësia më e fortë që një grua mund të zhvillojë në marrëdhëniet me burrat. Por përpara se të shpjegoj si funksionon, duhet të kuptosh diçka vendimtare mbi psikologjinë mashkullore. Shumë nuk e din, por kur ta kuptosh një herë, gjithçka ndryshon. Burrat kanë një marrëdhënie të veçantë me hapësirën emocionale dhe fizike. Ata kanë nevojë për ndjesinë e lirisë, mundësinë për t'u afruar ose për t'u tërhequr, pa u ndjerë të ndjekur ose të shtypur. Nëse një burr ndjen se një grua e rrethon emocionalisht, nuk i lë hapësirë, instinkti i tij primitiv aktivizohet, ai tërhiqet. Por nëse ai ndjen se një grua është si një kopsht i bukur, i qasshëm, por jo i varur, një vend ku mund të vijë kur të dojë dhe nga i cili nuk përjashtohet kur ka nevojë për distancë, atëherë ndodh diçka e papritur. Ai do të kalojë gjithnjë e më shumë kohë në atë kopsht. Tërheqja strategjike nuk do të thotë t'ia bësh jetën të vështirë apo të luash lojra mizore.
Nuk është manipulim, por kuptim i thellë. Është dienia se nganjëherë mënyra më e mirë për ta tërhequr është t'i japësh hapësirë në mënyrë që vendimi për t'u afruar të vijë nga vetë ai, vullnetarisht, vërtet. Dhe ndërkohë t'i lulëzon në jetën tënde e plotë, e sigurt, magnetike. Është si me një mace. Nëse përpiqesh ta mbash gjithmonë në krah ose ta ndjekësh, ajo ikën. Nëse qëndron e qetë, e zënë me punët e tua, ajo zakonisht vjen vetë, fërkohet te këmbët e tua, kërkon afërsinë tënde. Burrat kanë shumë mace në psikologjinë e tyre emocionale. Ata duan atë që nuk është automatikisht i disponueshëm dhe e vlerësojnë thellësisht atë që e perceptojnë si të rrallë. Tërheqja strategjike funksionon mbi të njëjtin parim. Nuk do të thotë të zhdukesh për javë të tëra apo të sillesh ftohtë dhe lëndueshëm. Do të thotë të krijosh hapësira të vetëdijshme ku ai mund të mungojë, ku ai e njeh çfarë do të thotë ti për të, ku vendimi për t'u afruar është vërtet i tij, sepse zgjedhja është gjithmonë më e fuqishme se thjesht marrja. Niveli i parë i tërheqjes strategjike është emocional. Do të thotë, nuk je gjithmonë në dispozicion për të kapur problemet e tij, për t'i dhënë mbështetje të pafund, për të investuar gjithë energjinë tënde emocionale vetëm tek ai. Ke jetën tënde të brendshme, ndjenjat e tua, prioritetet e tua, projektet e tua që meritojnë vëmendje. Nuk është ftohtësi, nuk është indiferencë, por kufi i shëndetshëm, respekt për hapësirën tënde. Më kujtohet një kliente që kishte 5 vjet në një marrëdhënie. Partneri i saj e merrte plotësisht si të mirëqen. Ai vinte në shtëpi, shtrihej në divan dhe priste argëtim, ngushëllim, zgjidhje për problemet e tij. Por kur asaj i duhej mbështetje, ai ishte shumë i lodhur, i munguar, i paaftë për t'i dhënë diçka mbrapsht. Marrëdhënia ishte plotësisht një anshme. E mësova asaj tërheqjen emocionale strategjike. Kur ai u kthye herën tjetër në shtëpi dhe priste vëmendjen e saj të zakonshme, ajo ishte e zhytur thellë në një projekt që i sillte gëzim. Ajo nuk ishte as e pasjellshme, as e ftohtë, por as nuk e la menjëherë universin e saj për t'i u kushtuar vetëm atij. Ai u irritua. Ishte mësuar që ajo të ishte automatikisht e disponueshme. E pyeti nëse diçka nuk shkonte. Ajo ju përgjigj me qetësi. Jo, gjithçka në rregull. Thjesht jam duke u marrë me diçka që më ngazëllen. Dhe atë mbrëmje ndodhi diçka që nuk kishte ndodhur prej vitesh. Ai u përpoq. Kërkoi afërsinë e saj, u interesua për projektin e saj, e bëri të qesh, deshi të fitonte vëmendjen e saj. Të gjitha këto pa presion, pa manipulim. Kjo është fuqia e tërheqjes emocionale strategjike. Kur ti nuk je gjithmonë e disponueshme, kur bota jote e brendshme është e pasur dhe magjepsëse, atij i duhet të përpiqet dhe burrat e vlerësojnë thellë atë për të cilën duhet të bëjnë përpjekje. Niveli i dytë i tërheqjes është komunikues. Kjo nuk do të thotë të injorosh mesazhet për ditë të tëra. Do të thotë të vendosësh ritmin tënd. Ndonjëherë i përgjigjesh menjëherë, ndonjëherë më vonë, ndonjëherë ditën tjetër sepse ke qenë e zënë. Kjo nuk është manipulim, por autenticitet me një element strategjik. Këtu paprituria luan përsëri një rol. Nëse gjithmonë përgjigjesh saktësisht pas 3 orësh, kjo do të ishte sërish e parashikueshme. Por nëse koha e përgjigjeve ndryshon ndonjëherë më vonë, krijohet një model i përforcimit të ndërprerë që truri mashkullor e gjen jashtëzakonisht tërheqës. Është i njëjti mekanizëm që e bën lojën e automatëve kaq joshse. Nuk e di kur saktësisht kur vjen shpërblimi, vetëm se do të vijë një ditë. Dhe pikërisht kjo pasiguri e mban mendjen e tij të lidhur. Ai mendon për ty, do të afrohet, do të di çfarë do të thuash ose do të bësh më pas. Nëse reagimet e tua janë të paparashikueshme dhe njëkohësisht të ngrohta, me vlerë dhe të vërteta, truri i tij fillon të ndërtojë një lloj varësie emocionale ndaj teje. Ai nuk e di kur saktësisht kur do ta marrë vëmendjen tënde, por sa herë që ndodh është si një shpërblim i vogël, diçka që e pret me padurim. Ky tension, kjo pasiguri e holl krijon një tërheqje emocionale, pothuajse një varësi që e bën atë të mendojë vazhdimisht për ty, plot pritje për reagimin tënd të radhës, fjalën tënde të ardhshme.
Niveli i tretë i tërheqjes strategjike është fizik. Kjo do të thotë, ti nuk je gjithmonë e disponueshme pikërisht kur ai dëshiron. Ke planet e tua, detyrimet e tua, një jetë sociale që nuk rrotullohet vetëm rreth ti. Kjo është vendimtare sidomos në fillim të një lidhjeje ose kur dëshiron të ringjallësh një marrëdhënie që është bërë monotone. Nëse je gjithmonë e disponueshme, gjithmonë ndryshon planet për t'ju përshtatur atij, nëse kalendari yt zhvendoset lehtë që ai të përfshihet, atëherë ai do ta marrë praninë tënde si të mirëqen. Diçka që nuk ka nevojë ta vlerësoj më me vetdije. Por nëse ke një jetë tënden interesante, nëse detyrimet e tua janë të rëndësishme dhe nganjëherë duhet të thuash, sonte nuk mundem, por si të duket të njëjtën, atëherë takimet tuaja bëhen automatikisht më të vlefshme, më të dëshiruara, sepse nuk janë të garantuara. Pika më e rëndësishme, tërheqja strategjike duhet të jetë e vërtetë që të funksionojë. Nuk mund të shpikësh një jetë emocionuese. Nëse shpik takime të rreme, ai do ta kuptoj herët avon dhe në vend të tërheqjes do të lindë mosbesimi. Çelësi është autenticiteti, projektet që të entuziazmojnë vërtet, miqësitë që kanë rëndësi të vërtet për ty, aktivitetet që i shijon me zemër. Nëse jeta jote është e pasur dhe e plotësuar, disponueshmëria jote e kufizuar bëhet krejtësisht natyrale dhe absolutisht joshse. Prandaj unë them gjithmonë, puna më e rëndësishme për marrëdhënie të përmbushura nuk është ta ndjekësh atë apo të ndryshosh veten për të. Puna më e rëndësishme është në jetën tënde. Sa më e plot, interesante dhe e kënaqshme të jetë jeta jote e pavarur, aq më tërheqëse bëhesh për burrat që vërtet kanë rëndësi, sepse ata nuk kërkojnë një grua që varet nga ata, por një që rrezaton dritën e saj dhe me të cilën duan të ndajnë jetën e tyre. Dhe tani, ndërsa mendon për të gjitha këto, kujto diçka themelore, nuk bëhet fjalë të shtirësh apo të ndryshosh veten vetëm për t'i pëlqyer dikujt. Bëhet fjalë të lidhesh me thelbin tënd, t'i lejosh vetes të jesh gruaja komplekse, magjepsëse dhe e plot që ke qenë gjithmonë. Nëse i zbaton këta hapa bëhesh e paparashikueshme, zbulon dhe forcon vlerën tënde të veçantë emocionale dhe i le atij hapësirë të afrohet me vullnet, atëherë nuk ndryshojnë vetëm marrëdhëniet e tua. Ndryshon edhe marrëdhënia jote me veten. Ndihesh më e gjallë, më interesante, më e plot dhe kjo energji është e pamundur të injorohet. Kujto, jeta jote, pasionet e tua, autenticiteti yt e gjitha kjo është ajo që do ta tërheqë atë drejt teje. Jo sepse duhet të provosh diçka, por sepse rrezaton bollëk, forcë dhe mister njëkohësisht. Dhe beso, burrat e ndjejnë këtë nga kilometra larg. Rekomandimi im i fundit për ty sot është i thjeshtë. Fillo të zbatosh atë që ke mësuar, por bëje këtë nga autenticiteti yt, nga plotësia jote, nga gëzimi yt. Nuk ka asnjë arsye të detyrosh diçka apo ta ndjekësh atë. Ajo që krijon është më e madhe. Është fuqia jote femërore, aftësia jote për të tërhequr atë që meriton. Dhe gjëja më e bukur, kjo është vetëm fillimi i gjithçkaje që mund të arrish. Nëse ky video ka rezonuar me ty, jepi një pëlqim tani, abonoju në kanalin tim dhe aktivizo ziljen që të mos humbasësh asnjë nga mesazhet e mia për dashurinë, psikologjinë dhe fuqinë femërore. Dhe nëse një dikë që duhet t'i dëgjoj këto fjalë, shpërndaji, sepse të gjithë e meritojmë të zbulojmë forcën tonë të vërtetë. Faleminderit që je këtu, që dëgjove veten dhe që po hedh hapa drejt transformimit tënd. Shihemi së shpejti dhe mos harro kurrë, thelbi yt është arma jote më e fuqishme.